miq, do të flasim për trojet tona, do të flasim për Preshevën, do të flasim për një ligj që po përgatitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Senat, në Kongres, pra një ligj për Preshevën. Ndoshta atë që se bëri Tirana me Prishtinën për ngritur zërin për situatën atje, aq sa duhet, po e bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të folur për situatën atje, por edhe për ligjin që pritet të miratohet dhe sa ndikim do të ketë, do të flasim me zotin Refik Hasani, veprimtar publicist. Zoti Hasani, faleminderit shumë për pranimin e ftesës për të folur për Preshevën. Faleminderit shumë për mundësinë që na dhat të drejtohemi opinionin jo vetëm të Shqipërisë së sotshme administrative, por gjithë opinionin shqiptar dhe gjithë opinionin ndërkombëtar. Si e ka pritur Presheva këtë hyrje, këtë futje të Shtetet e Bashkuara të Amerikës aty? Presheva, Bujanosi dhe Medvezha janë një krahinë shqiptare mbetur në administrimin e Serbisë padrejtisht dhe fillimisht të kujtoj opinionin e gjerë që kjo krahinë ka mbajtur referendumin 1-2 mars 1992, pastaj në vazhdon e saj ka organizuar kryengritjen armatosur të mbështetur nga ushtria shërimtare për Preshevë, Bujanosi Medvezh, dhe si rrjedhojë kësaj ka ardhur në garancinë, në monitorimin në përcjelljen e vazhdueshme të faktorit politik dhe ushtarak ndërkombëtar, marrëveshja e konsulit e njohur e nënshkruar më 20 maj të vitit 2001. Pra janë 3 elemente me relevancë jo vetëm kombëtare, por ndërkombëtare, që tani më ka ardhur kjo çështja e ngritjes së diskriminimit në Senat dhe në Kongresin Amerikan. Po siç jeni në dieni edhe ju, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Senat dhe Kongres, nga Komiteti për Politikën e Jashtme, është prezantuar, është pasqyruar rezoluta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me numrin 6411. Pra, kjo do të ketë 180 ditë që të hartohet, që të si projekt ligj të mbledhen informacione të sakta lidhur me diskriminimin që është duke ndodhur në Preshevë, Bujanosi dhe Medvezh dhe gjithandej Republikës së Serbisë që ka një diskriminim. Pra, Zoti Hasani, ka ndonjë lobim për këtë apo ishin vetë amerikanët që e morën kënaqësinë? Është vërtet që ka ekzistuar një lobim, ka ekzistuar një lobim dhe avokim nga intelektual, nga struktura gjejse të Preshevës, Bujanosi dhe Medvezhës dhe nga lobi shqiptaro-amerikan që ka një ndikim atje, po them në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Senat dhe Kongres Amerikan. Por kjo ka ardhur si pasojë e një diskriminimi të vazhdueshëm, një diskriminimi shtetëror, një diskriminimi sistematik që është duke zhvilluar dhe realizuar institucionet më të larta të Republikës së Serbisë, sepse në krahinë shqiptare të mbetë padrejtisht në administrimin e Serbisë që përfshin Preshevë, Bujanosi dhe Medvezh, tani më jemi të diskriminuar në gjitha segmentet e jetës, që nga edhe pikërisht këtë diskriminim e kanë përmbledhur projekt ligjin në 13 pika. Mundet të shtjellojmë këto 13 pika? Po, janë rezoluta 6411 përfshin 13 pika që do të mbulon gjithë diskriminimin. Pra është fjala për diskriminimin mos përfaqësimi proporcional në institucione të sigurisë, është fjala mos përfaqësim të numrit të shqiptarëve, nacionalitetit shqiptar etnik, Preshevë, Bujanosi dhe Medvezh në policinë multietnike, nuk kemi përfaqësim proporcional në zinxhirin komandues, në shtefa udhëheca, në stafin menaxherial të policisë multietnike Preshevë, Bujanosi dhe Medvezh, pra nuk kemi të nacionalitetit shqiptar në stacione, nuk kemi në për Preshevë, Bujanosi dhe Medvezh komandantët të stacionit të policisë. Po ashtu vazhdojmë. Në zinxhirin komandues tjetër të sigurisë nuk kemi, sepse nuk janë të përfshirë shqiptarët as pak. Kemi edhe diskriminim në prokurori, në gjykatë, në gjitha instancat e gjykatës dhe prokurisë, sepse edhe është diskriminim sepse gjykata themelore ka ekzistuar në Preshevë dhe është tërheqë dhe tani më për lanë të caktuara Presheva dhe Bujanosi duhet të kalojnë në
qytetin tjetër në Vranjë.